Rruga Arbërit po shfaq probleme të vazhdueshme jo vetëm në shtresën asfaltike, por edhe në deformime që pëson traseja. Dëmtimi i asfaltit në afërsi të hyrjes së tunelit të Murrizit në anën e Zibrit është bërë burim për aksidente. Janë disa raste që teksa makina që lëvizin nga Tirana në drejtim të qarku Dibër dalin në anën e kundërt të lëvizjes për shkak të dëmtimit të kësaj pjese të asfaltit dhe janë aksidentuar. Shenjat kanë mbetur qartë në rrugë ku kanë shembur sinjalistikën vertikale duke përfunduar në kanalin ansor. Jashtë kamerës, drejtuesit e mjeteve thanë se gjendja në këtë kthesë të rrezikshme është e tillë prej më shumë se një muaji dhe të gjithë ata që e dinë problemin mundohen ta shmangin duke dalë në sens të kundërt të lëvizjes, por bën burim aksidenti. Tjetër problem mbetet edhe dëmtimi i trases si pasojë e uljes së tokës, veç disa pikave që ndodhen në segmentin e Zibrit. Një tjetër segment problematik mbetet ai sapo del nga tuneli i Murrizit në afërsi të hyrjes së bypassit. Ulja e tokës në këtë zonë ka qenë e vazhdueshme që me hapjen e trases, ku megjithë ndërhyrjet e bëra në këto vite nga firma ndërtuese e rrugës Arbërit, situata rikthehet duke krijuar një tjetër precedent për aksidente automobilistike.